Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe në Sarandë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit me iniciale MD, 37 vjeç, banues në Tiranë, pasi në rrugën Vlorë-Sarandë, në afërsi të fshatit Lukov, duke drejtuar motomjetin në gjendje të dehur, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e tij dhe si pasojë është rrëzuar duke marrë dëmtime trupore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Shtetasi me iniciale OZ, 28 vjeç, banues në Francë, pasi në rrugën Gjergj Araniti në Vlorë, duke drejtuar automjetin, ka aksidentuar këmbësoren shtetasen me iniciale SH, 24 vjeçe, e cila si pasojë është dëmtuar dhe ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për shtetasin me iniciale MM, 44 vjeç, banues në Himar, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë se në vendin e quajtur Gjilek ka kryer punime ndërtimi pa lejen e organeve kompetente. Po këta specialist referuan materialet në prokurori për një ngjarje të dyshuar aksidentale, ku më datë 2 qershor 2025, në vendin e quajtur Lagja Spille në Himar, si pasojë e një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në ambientin e subjektit në pronësi të shtetasit me iniciale PT, duke shkaktuar dëme të vogla materiale. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Delvin referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale LC, 60 vjeç, banues në Vergon në Delvin, pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi në pronën e një shtetasi tjetër në fshatin ku jeton, pa lejen e organeve kompetente. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet për vlerësim, pasi më datë 4 qershor 2025, dyshohet se ka ndëruar jetë për shkaqe natyrale në banesën e tij në Ksamil, shtetasi me iniciale FB, 66 vjeçe. Materialet ju referuan prokurorive përkatëse për veprime të mëteshme procedurale.